asnjë. Sot ju thash mirëmëngjes. Tashti mas 23 orëve kemi dalë tokë. Shikojt gjitha këto, hajde shikojt gjitha kazarat. Gjithë kazani dhe gjithë toni që ne po përgatisim për të nisë eksport në Amerikë, në Izrael, në Angli, në Barcelonë dhe në Madrid. Ky ton që shikoni është prodhim shqiptar. E kuptoni apo se kuptoni? Dhe në të gjithë botën shkon shqip. Shikoni arkën. Shifeni këtë ark. Rozafa Tuna. Rozafa Tuna shkon New York, shkon Los Angeles, shkon Boston, shkon Madrid, shkon në të gjithë botën e qytetëtume. Është Rozaf, nuk janë emrat Miami, Roma, Amsterdami. Hajde në shikojnë edhe gjitha këto arka. Ku ke etiket, Van? Ku ke etiket? Ku ke etiket? Shikojni, Izrael. Hajde këtu. Izrael. E këtë gjithë në Izrael këtë? Po, ajo në punë në Spanjë. Ku i ke Spanjë? Hajde këtu. Spanjë. Edhe tjerët e të gjitha në kamion që do të shkojnë për Rinas, edhe do të shkojnë për Athinë, sepse kapacitetet e Rinasit, shqyqyrë Zotit po zgjerohen që të na vinë ne më tepër në tim. Miqtë e mi, mos harroni. Prodhim shqiptar. Mos harroni, një minutë. Prodhim shqiptar. Jo tregtar, jo tregtaruca. Kështu që keni respekt për njerëzit që punojnë. Dhe unë do t'ja ngulin kokë që t'keni respekt për prodhusat, sepse ne jemi njerëzit që e kemi qu Shqipërinë në Europë edhe në botë. Kështu që respekt për këta njerëz. Miqtë e mi, natë të mirë.